Në qytetin e Korçës po zhvillohet kampionati kombëtar i tenisit për moshat U10 dhe U12, për djem dhe vajza, aktiviteti organizuar nga Federata Shqiptare e Tenisit në bashkëpunim me Tenis Korça Club. Në garë marrin pjesë rreth 40 sportistë nga qytetet të ndryshme të Shqipërisë. Ky kampionat synon promovimin e talenteve të reja dhe rritjen e nivelit të lojtarëve të rinj. Në bazë të kalendarit Federatës të Tenisit, ne kemi një aktivitet kombëtar të moshave U10 dhe të moshave U12. Sot është dita e parë e turneut, ku e kemi nisur me fëmijët e vegjël të moshave 7, 8, 9 dhe 10 vjeç. Aktualisht kemi pjesëmarrje të kënaqshme nga qytetet të ndryshme të Shqipërisë. Edhe vetë fëmijët pjesëmarrës kanë shprehur emocionet dhe kënaqësinë që marrin nga pjesëmarrja në kampionat dhe nga pasioni për tenisin. Unë jam 8 vjeçë dhe quhem Reina, unë vi nga Shqipëria dhe unë kam 3 vite që luaj tenis. Pse të pëlqen tenisi? Sepse është një lojë e bukur. Unë jam 9 vjeç dhe kam 8 muaj që merrem me tenis. Pse të pëlqen tenisi? Më pëlqen sepse këtu ze shoqe të reja, ka shumë aktivitet dhe bëhesh më e mirë në aktivitetet fizike. Unë jam 10 vjeç dhe kam 2 vite që jam futur në tenis. Mua më pëlqen tenisi sepse është shumë sport i bukur dhe kënaqemi çdo ditë. Unë jam 7 vjeç, jam nga Tirana dhe kam 3 vjet që luaj tenis. Pse të pëlqen tenisi? Më pëlqen tenisi sepse është një lojë që të kënaq. Zhvillimi i aktiviteteve të tilla sportive mbetet një mundësi e rëndësishme për promovimin e tenisit dhe nxitjen e brezit të ri drejt sportit dhe jetesës aktive.